Falenderojmë Allahun xhalleshanuhu, paqja dhe ndërimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Imam Buhariu në Sahihun e tij përcjell një fjalë nga Aliu radhiyallahu anhu, i cili thotë: vërtet dunjaja u nis në të larguar, ndërsa ahireti është nisur për të ardhur. Dhe secili prej tyre ka fëmijë. Prandaj bëhuni bi të ahiretit dhe mos u bëni bi të dunjas. Rasti që do të përmendim sot është një rast interesant. Dhe personazhi kryesor nuk njihet. Dhe nuk është për të habitur, sepse nëse ne nuk ja njohim emrin, duhet dim se Allahu xhalleshanuhu e njeh shumë mirë atë. E di sinqeritetin dhe devotshmërinë e tij. E sa të shumta janë rastet në historinë islame ku njerëz që kanë punuar për Allahun xhalleshanuhu, që kanë luftuar në rrugt të Zotit xhalleshanuhu, nuk ju janë ditur emrat, por tek Allahu xhalleshanuhu janë ditur shumë mirë. Ebu Nasr el-Marwazi në librin Qiyamul Lejl, namazi i natës, përcjell një ndodhi interesante të një adhuruesi i cili quhej Silet ibn Ashyam, një adhurues i madh, i cili ja kishte kushtuar jetën e tij adhurimit ndaj Zotit xhalleshanuhu. Ky adhurues, kur nisej për në faltore, gjithmonë takonte disa djelmosha në rrugë. I shihte që luanin me njëri tjetrin, e kalonin kohën pa dobi, dhe sa herë që kalonte pranë tyre, i këshillonte me këto fjalë: o djemtë mi, nëse disa udhëtar do të nisen për rrugë, dhe gjatë ditës humbin rrugën, dhe gjatë natës flën gjumë, më thoni, vallë, kur do të mbërrin në destinacion? Pra, me këtë këshill të urtë, me këtë këshill të butë, me këtë këshill kuptim plot, i drejtohej ky adhurues këtyre djelmoshave, dhe u vinte në dukje se nëse njeriu i cili është udhëtar në këtë botë, ditën e kalon në huti, ditën e kalon në neglizhencë, ditën e kalon në humbje kohe, dhe natën e kalon në gjumë, kur do të mbërri në destinacionin që e ka vendos Allahu subhanahu wa ta'ala. Njëri për këtyre djelmoshave u drejtohet shokëve të tij duke u thënë: ky i moshuar na ka për qëllim ne. Këtë këshill e ka për ne, sepse ne jemi ata që ditën e kalojnë në neglizhencë dhe në humbje kohë, ndërsa natën e kalojnë në gjumë, dhe nuk përgatitemi për ahiretin, nuk përgatitemi për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ky djalosh që e kuptoi këshillën e këtij plaku të urtë, e këtij adhuruesi të Allahut subhanahu wa ta'ala, i la shokët e tij dhe shkoi bashkë me këtë adhurues dhe u përkushtua adhurimit me vite të tëra derisa ky ndoroi jetë. Pra, shikoni se si fjalët e mira, këshillat e buta, urtësitë ndikojnë në zemrat e njerëzve. Shikoni se si u bë kjo këshill sebeb që ky djalosh të kalonte nga jeta e hutis, e neglizhencës, nga jeta e gjunaheve, në jetën e adhurimit, në jetën e kërkimit të kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu duhet të jetë çdo këshillues, sidomos me ata njerëz që janë të zhytur në gjunahe, të jetë i butë, të jetë i mëshirshëm, të shikojë me syrin e keqardhjes
Sepse ashtu mund të ketë qenë dhe më përpara, por Allahu xhalleshanu i dha mirësi. Ti shikoj ata, ti këshilloj, ti jap dobi dhe ti shfrytëzoj rastet e volitshme. Sepse njëherë mund të jepet mundësia që të ndikosh për mirë, dhe nëse ti nuk e shfrytëzon atë rast, atëherë ai rast ikën dhe nuk kthehet më. Rastet e volitshme, mirësit janë si shembulli i zogut. Nëse nuk e gjuan, ai ikën dhe largohet. Kështu është dhe mirësia, të cilën Allahu xhalleshanu mund të ta jap, prandaj shfrytëzoj atë. Le të jemi të dobishëm për shoqërinë, le të jemi të dobishëm për familjet tona, le të jemi të dobishëm për njerëzit që i mësojmë dhe i këshillojmë, sepse vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Emri i këtij djaloshi nuk dihet, por Allahu xhalleshanu e di shumë mirë se kush ishte ai. Emri i këtij djaloshi nuk është shënuar në libra, por tek Allahu subhanahu wa taala emri i tij shndrit nur, dritë. E lusim Allahun xhalleshanu që të na bëjë të gjithëve prej atyre që e shfrytëzojnë kohën në dobi, në dije, në punë të mira. E lusim Allahun xhalleshanu që të na i falë gjunahet dhe të na bëjë prej banorëve të xhenetit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.